Pas aksidentit në Pej, Gjeneta ngushëllon publikisht Gjestin. Një aksident tragjik që ndodhi së fundmi në qytetin e Pejës ka tronditur opinionin publik, ku sipas raportimeve, ka humbur jetën vëllai i këngëtarit të njohur kosovar, Gjesti. Humbja e jetës në rrethana të tilla është një dhimbje papërshkrueshme për çdo familje. Dhe kjo tragjedi ka prekur thellësisht edhe ata që e njohin personalisht artistin dhe familjen e tij. Mes shumë reagimeve dhe mesazheve të ngushëllimit, ka ardhur edhe ai Gjeneta Fetahut, ish-banorja e Big Brother VIP Kosova 4, e cila brenda shtëpisë së famshme krijoi një lidhje të veçantë me Gjestin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Gjeneta ka shprehur fjalët e saj të dhimbjes dhe mbështetjes për Gjestin dhe familjen e tij në këto momente tepër të vështira. Ngushëllime të sinqerta për Gjestin dhe familjen e tij. Zoti ju dhënë forcë se durim në këtë kohë të rëndë, ndërsa shpirti i tij u pushoft në paqe e dritë të përjetshme. Kujtimi i tij i mirë do të mbetet përgjithmonë në zemrat tuaja, ka shkruar ajo. Ky reagim tregon se, pavarësisht kohës që ka kaluar apo ndryshimeve në rrjedhën e marrëdhënieve të tyre, ndjeshmëria dhe njerëzillku mbeten të pandashme në situata të tilla. Humbja e një vëllai është një plagë e thellë që kërkon kohë për t'u shëruar, dhe çdo fjalë mbështetëse ka peshën e saj në këtë rrugëtim të dhimbshëm. Ngjarja ka lënë një hije të rëndë në komunitet, ndërsa shumë figura publike dhe qytetarë të thjeshtë kanë shprehur solidaritetin e tyre me familjen e prekur. Në këto momente zije, bashkëndjesia është ajo që i bashkon njerëzit përtej famës, dallimeve apo distancave. Ngushëllime të përzemërta për Gjestin dhe të gjithë familjarët. Shpirti i të ndjerit qofti parajsës, dhe kujtimi i tij jetoft gjithmonë në dashurinë e atyre që e deshën.